Zoti kryetar, fort I përndershëm imam, fort I përndershëm baba, të përndershëm priftërinj, zonjë dhe zotërinj. Doktori Gjeparthi përmendi fyellin e Faikut, ndjes pas. Edhe ai fyell I Faikut më kujtoni mesele. Si Faiku, ashtu edhe unë kam patur një dobësi për muzikën, edhe kur vajta në Shqipëri duke ditur ato hallet e mbëdha që kishim të përballnim, mora edhe një fyell pas. Që këtu atje të harronj hallet. Ditën e parë kur gjeta kohët t'i bie pakës fyellit, ky bashkëfjalim ngjau në kafenen e parë të Tiranës. Si vjen punë të Shqipërisë. Keqe mos më keq, thot ai gjatë. Cili është shkaku vallë? Shkaku ti e ditha. Kur kryeministri I bie fyellit, edhe Shqipëria digjet, bëre shap. Edhe si ishte vetëm halli me kryeministrin që I binte fyellit, ishte edhe halli I ministrit të luftës, I cili kishte shumë dashuri të madhe për vallet e evgjitkave. Gjithë një thërriste shokit, edhe ipte drekra, edhe thërriste evgjitkat e Tiranës të losnin vallat. U ndodhe edhe unë një herë në një nga ato ziafete. Edhe t'ju thonë të vërtetën, u çudita me ato vallet e bukura të evgjitkave të Shqipërisë. E pastaj më kujtua se s'janë vetëm evgjitkat tona që lozin vallet e bukura, evgjitkat e Spanjës, ato vallet spanjolle për shembull, të cilat janë me famën në tërë botën, kush I lot më bukur? Evgjitkat edhe evgjitët e Spanjës. Janë vallet spanjolle, jo vallet e evgjitkave. Se ndryshojnë nga vendi në vendin. Po, evgjitët dhe evgjitët s'kanë në një punë teatr të shkretën edhe rojnë me muzikën edhe me artin, edhe ato specializohen në atë degj. Kështu që kemi vallet e bukura spanjolle të lojtura nga evgjitkat e Spanjës, evgjitët e Spanjës, vallet e bukura të Shqipërisë, cilat lohen prej evgjitkave, havazet e bukura që lohen prej evgjitëve të Shqipërisë, havazet e bukura të Hungarisë, prapë evgjitët e Hungarisë, edhe havazet e bukura, edhe vallet e Rusisë, cilët përsëri I lojnë evgjitët edhe evgjitkat e Rusisë. Këto të gjitha më kujtuan këto 2 vjetët e fund me që hardë disa kompanjira të Maqedonisë, të Jugoslavisë edhe të Greqisë. Edhe programi I tyre natyrisht ishin vallet e tyre të cilat I quanin kombëtar. Nga ato vallet e grekëve dhe të Maqedonasve dhe të serbëve, 80% ishin vallet shqiptare. Ajo ishte përshtypja ime. Do të ishte një gjë e bukur sikur tanët, shqiptarët tanët, të na dërgonin dhe ata një trupë e cila të na prezantonte vallet shqiptare, ashtu siç I kemi parë, ashtu siç kam parë dhe unë vetë kur na thërriste ministri I luftës. Edhe ashtu si që kam parë kur na thiri Iloni Kristos një herë një dasmë në Devo. Ato vallet e Devolinjve, edhe ato vallet e evgjitkave të Tiranës, edhe ato vallet që shikojnë në fshatin tonë, me të vërtetë janë vallet e klasit të parë, edhe mund të thonë të vetëm I të cilët mund të rinë pranë shqiptarëve janë spanjollët dhe rusët. Shoku ynë një Kreshpani na këndoi një këngë të nënës, edhe ajo më kujtoi një mesele të nënës sime ndjes pas. Lëvdata e saj ishte kjo: djali im ka vetullat më të trasha në fshat. Nëna ndjes pas nuk çante kokën fare se s'kisha prapa vetullave. Tashi mund të vim në themën e ditës. Shumë nga shqiptarët na qahen me këtë mënyrë. Por e që keni bërë që lëvdojnë një shumë?
Edhe kur ta thonë me mënyrë natyrisht si kur ta presin gjuhën. Se s'kemi lënë kusur, i kemi bërë këtë gjitha, po thuar, s'kishim në program të bëni. Kishim në program të bëni një Shqipëri indipendente, e bëmë, të mirat të keqe, e bëmë, nuk mund të presim, më këtoni nga foshnja që t'i ketë të gjitha mirësit. Foshnja duhet t'i jepet, foshnjës duhet t'i jepet kohë, të rritet, edhe të tregojë se ç'është. S'mund të t'i qërtosh prindrit edhe thuash, ç'kini bërë me këtë foshnjë këtu. Duhet të presë sa të rritet foshnja dhe të tregojë se ç'lule është. Shqipëri nuk e kishim në programin ta bënim, e bëm një Shqipëri indipendente, kishim në programin tonë që të bënim një kishë autokefale të Shqipërisë, e bëm, të mirat e ligj, e bëm, u alem si barë të tjerëve që ti mirësojnë, po, ne e bëm. Tashi, pasi të bëjmë këtë lëvdat, duhet të heqim vërejtjen shokëve dhe të thomi, që këto të gjitha nuk i bëmë nga e mosqena, nga e hiqja. Për shumë thonë se shqiptarët s'kanë patër patriotit. Gjë më e gabuar se kjo s'ka. Hap mbletën shqiptarët e Eftim Mitkos, të botuar me 1878, ku kanë mbledhur këngë popullore të cilat janë, disa nga ato janë nga shekulli 18, edhe disa nga ato janë nga shekulli i 19. Do t'ju thonë një nga këto vjershat popullore e cila është në mbletën shqiptare, e cila prodhon katëçipërisht që shqiptarët kanë patur një patriotizm të thellë përpara se të nisi ajo që quajmë lëvizje shqiptare moderne, cilën ne nisim që nga kohë e Kristoforit, që 1875. Vjersha që do të popullore që do të deklamojnë tash është shkruar më 1850, kur u bë kryengritja e Labris në kohën e Tanzimatit. Turqia deshte të impononte Tanzimatin, një kanun të përgjithshëm për të rëviset e Turqisë. Edhe ahere, ajo do me thënë që sa të drejta të paka dhe të qeverimi kishin shqiptarët, do t'i merte edhe ato Turqia. Edhe kështu vendi do të robërojë fare, edhe populli u ngrit. Kryetrima e kësaj lëvizje je qenë Rapo e Kali, Hodo Nivisa edhe Gjon Leka. Kënga që do t'i thonë tash është kënga e Rapo e Kali. Është vetëm 11 radhë. Do t'ja thonë se ma kujton Faiku i cili e mbante gjithnjë në gojë dhe gjithnjë e deklamonte. Edhe pastaj do t'ju analizojnë pak. Hajde mor Rapo e Kali, kur thret sa tundet mali, hajde mor Rapo e Lule, lumë thiti bilbil që zure një pasha me shtatë tuje. Topi bam e ti potutje, plumbat të binin misupe, asu trëmbe, asu tute. Se Hodo Nivica shkoj, kofshën dergja dërmoj, ngriti flamurin të kroj. Pse lëftonë o derëzi, as për mua, as për ti, po për gjithë Shqipëri. Hap një mbletën e shqiptare, mbletën shqiptare të Eftim Mitkos, që ta gjeni këtë këngë të shkruar, jo më vonë se 1850. Ato 3 radhët e fundme tregojnë se cili ishte qëllimi i asaj kryengritje, ishte për tërë Shqipërinë. Tashi do t'ju bëj një analizë të pak, që të shikoni se kjo vjershu me këto 11 radhë është një kryevepre e vërtet, të cilën mund ta shkruan dhe një nga poetët e parë të botës. Shikoni dhe se si e përshkruan Rapo e Kali. Në kohën e Rapo e Kali s'kishte telefona. Edhe Rapo e Kali kur thëriste labrit të mblidhishin për të bërë luftën, i vetmi telefon që kishte ishte zëri i tij. Edhe shikoni sa bukur e përshkruan. Hajde mor Rapo e Kali, kur thret sa tundet mali, kur bërtiste, or shok, edhe tundej mali, tërë gjithë labrit dhe digjonin, edhe gjithë mblidhishin. 3 radhë dhe pastajme. Lumë thiti bilbil që zure një pasha me 7 tuje. Pashaj që zure ti kishte 7 tuje. Tujet ishin tamam si ato yti që mbajnë generalët e Amerikës.
kemi general me 1 yj, general me 2 yj, me 3 yj dhe me 4 yj. Primi 4 yj s'ka general. Gjithashtu edhe në Turqi, kishte pashallar me 4 tuje, po jo pashallar me 7 tuje. Po, vjershëtori do të thotë se çfarë pasha zuri, ai pasha që 2 herë sa pashallarit e tjerë, domethënë generali më i mirë i Turqisë. Edhe e shtyp Rapo e Kali. Shikoni dhe që do 3 vargjet, 3 radhët që vinë pas. Çfarë strategji, çfarë taktikë mbajti Rapo e Kali që e shtypi këtë general të dorës së parë të Turqisë. Topi bam e ti po tutje, plumbat të binin misupe, asu trembe, asu tute. Domethënë me një trimëri të fjeshtë edhe asnjë zanat, asnjë mjeshtri tjetër. Tashi gjë e ndiste, gjë e shkakëtoi këtë hovë të pathyer të shqiptarëve. Vjershtori na e thot përsëri me 3 radhë, se Hodonivica shkoi, kofshën deri t'ja dërmoi, ndriti flamurin te kroj. Hodonivica, ajo deri cilit ja theu kofshën, që thua di Hodonivica, ishte turku. Ngriti flamurin te kroj, ishte flamuri i kryengritjes, flamuri i lirisë. Edhe më në fund, qëllimi për të cilin bëhej e tërë kjo luftë, pa përsërit në 3 radhë, ta thot vjershtori, ustaj i madh nuk u mbet shumë fjalë. 2-3 fjalë mjaftojnë për të. Pse lufton o derëzi? As për mua, as për ti, po për gjithë Shqipërinë. Kështu që ne nuk e inventuam, nuk e çpikëm patriotizmin shqiptare, e gjetëm. E vetëm gjë që bëmë është që atë patriotizëm që ekzistonte midis shqiptarëve u përpoqëm ta organizojmë, ta kanalizojmë. Vetëm atë gjë bëmë. Tashi arsyeja për të cilin na vajti puna mbare ishte se kishim një popull me të vërtetë i cili e deshte Shqipërinë. Edhe një popull i cili jo vetëm kishte patriotizëm, virtutin e patriotizmës, po kishte edhe disa virtuta të tjera, nga të cilat do të nëmërojnë vetëm një, të cilën na e kanë thënë që të gjithë të huaj të cilën kanë vizituar Shqipërinë. Kur hyri Shqipëria në lidhjen e kombëve, përfaqësoi si i Hindit, i cili ahere rastisit i ishte një muhamedan, Muhamed Aliu, bëri këtë lëvdat për shqiptarët. Sot tha bëmë punën më të bukur që qasmë Shqipërinë në lidhjen e kombëve. Si kur të studioni historinë e gjithë kombëve që janë çliruar, nuk do të gjeni asnjë shembull të si këtë që shohim sot në Shqipëri. Shqipëria është e vetmi vend në të cilën 3 fera të ndryshme, të cilat kudo gjetë, pasanikët e të cilave kudo gjetë këtheren me njëri janë bashkuar për të krijuar një shtet independent. Ky është i vetmi vend thot në botë në të cilën muhamedan, ortodoks dhe katolik janë lidhur që të gjithë dhe kanë bërë një shtet independent. Edhe ky nga sa të vi, thoshte, shtoj, është i vetmi vend i cili ka një shumicë muhamedane edhe na dërgon këtu si përfaqësonjës një peshkop ortodoks.